Më 23 shtator të këtij viti, Albin Kurti dhe Shpejtim Bulliqi dolën para kamerave për të lavdëruar veten. Ata përuruan me mburrje poliklinikën specialistike në Podujev, një projekt që kushtoi mbi 2.400.000 euro dhe që sipas tyre është i pajisur me aparatura të teknologjisë së fundit. Ky institucion shëndetësor tashmë është i gatshëm që të ofrojë shërbime të specializuara për qytetarët, duke shmangur nevojën për udhëtime në Prishtinë për çdo vizitë specialistike. Në Podujev e kemi formuar poliklinikën me aparaturë më bashkëkohore se sa aparaturat që kanë shërbimi klinik spitalor universitar i Kosovës në Prishtinë. Por realiteti në mes të deklaratave të Kurtit e Bulliqit dhe situatës faktike ka në mes një mal të madh. Rino Rama, një qytetar i Podujevës që e ka dërguar vëllain e tij për ta kontrolluar në këtë poliklinik, pasi që ishte therrur para disa ditësh me thik, të mërkurën është përballur me një situatë absurde, kur mjeku deshi t'i lexonte CD-n me rezultatet e CD-s, së mu shkrive s'kishte pajisje. Çfarë pason është e pabesueshme. Mjeku i thot Ramës se punë mund t'i kryej vetëm nësa i ka laptop personal. I gjendur mes t'i absurdi, Rama si laptopin në poliklinikën multimilionçe, duke qenë kjo e vetmja mundësi për të kryer punë. Edhe unë ndjeva dhe doktori aq keq, edhe vetë unë ndjeva që erdhë pozitë doktori që më pyeti a e ke shtëpinë larg. Thash jo, nuk e kam larg, edhe më tha më fal që po të pyes, a ke laptop në shtëpi? Edhe i thash po, tha kishe pas mundësimin e sjell me kontrollu, me lexuar që CT për arsye mos me të shtimu ty me pacientin se e din çfarë gjendje ka orën që kë, edhe për atë arsye të kum thonë hajde në Podujev mos janë me orën Prishtinë me pacient. Unë ndjeva shumë i thym në atë kuptimin që veç sa e përuruan edhe nuk kanë mjetet posaçme. Zhgënjë më të madh nuk di qysh me konkurs se mjetet bazike nuk janë në poliklinikë specialistike. Këtë ngjarje e pranon edhe doktori Avni Beluli, i cili i kërkoi ta sillte laptopin e vet. Por ai thotë se këto gjëra nuk është mirë të dalin në publik. Atë që ke zgjidhje më e mirë se sa me i thonë nesër do të më si ajo puno kry, probleme të përditshme, por nuk ka mirë thonë me çikto pa më parasysh. Nuk ka mirë me çikto që pa kohë, që pa rrethone nuk është. Vox Kosova kontaktoi edhe kryetarin e Podujevës Shpejtim Bulliqin, por ai e ndali telefonin. Jam pak në zonë, pak më vonë. Kryetar, shumë shkurt, deshta me ju pyet. Mungesa e gjërave elementare është e vërteta e poliklinikës që Kurti dhe Bulliqi e quajtën institucion bashkëkohor. Një ndërtesë e re, por pa funksion bazik. Një teknologji e fundit që s'mund të lexoj asnjë CD. Historia nuk mbaron këto. Objekti ku sot ndodhet kjo poliklinik ishte ndërtuar për të qenë spital. Madje, ky ishte premtimi kryesor i Bulliqit në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Të shëndetësia, do e bëjmë gjithsesi spitalin e përgjithshëm të qytetit të Podujevës, si synim kryesor i yni. Por spitali nuk u bë kurrë. Në vend të tij, Bulliqi dhe Kurti e quajtën sukses një poliklinik që ka mungesë të gjërave bazike. Një fasadë propagandistike që flet më shumë për mashtrimin politik sesa për kujdesin ndaj qytetarëve.